Ndërpritjes prej më shumë se 2 muajsh që kur SPAK i kërkoi Kuvendit të Shqipërisë heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut për t'i hapur rrugë më pas masave të arrestit ndaj saj, duket se po i vjen fundi. Mbledhja e tretë e Këshillit të Rregullores Mandateve dhe Imunitetit pritet të mbahet më datë 23 shkurt, pas dështimeve të 2 herëve të mëparshme për marrjen e një vendimi. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi njoftoi zhvillimin e mbledhjes ku pritet të dilet me një raport që më pas do të shqyrtohet në seancën parlamentare të datës 5 mars. Vendimi për mbledhjen që vendos fatin e Ballukut vjen në kulmin e një klime politike të tendosur. Opozita po zhvillon protesta ku kërkon arrestimin e saj, ndërsa kryeministri Edi Rama ka kërkuar ndryshime ligjore, të cilat synojnë mos lejimin e gjykatës të pezullojë nga detyra funksionar të lartë politik. Studi shkoj më në mend askujt që me fuqinë e prokurorit edhe me verbrin e gjykatësit që i shkon prokurorit nga mbrapa pa arsyetuar të marrë peng një funksion kushtetues. Socialistët dorëzuan në Kuvend draftin me ndryshimet ligjore me argumentin se pushteti gjyqësor në emër të pavarësisë po ndërhyn në kompetencat e pushtetit ekzekutiv e legjislativ. Është neni 242 i Kodit të Procedurës Penale, i cili lidhet me pezullimin e ushtrimit të detyrës për të pandehurit dhe përjashton vetëm personat e zgjedhur sipas ligjit elektoral, që përfshin të gjithë të zgjedhurit me votën e popullit, deputetët, kryetarët e bashkive dhe antarët e këshillave bashkiak. I prezantuar nga kryetari i komisionit Ulsi Manja, drafti i ri ligjor synon pikërisht modifikimin e këtij neni, duke shtuar edhe 7 poste të tjera të larta, që nuk do të mund të pezullohen më nga detyra. Ai kryeministrit, zëvendës kryeministrit, presidentit të Republikës, avokatit të popullit, kreu të kontrollit të lartë të shtetit dhe antarët e gjykatës kushtetuese, duke ju dhënë kështu imunitet kundrejt vendimeve të gjykatës. Belinda Balluku akuzohet nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera, konkretisht në procedura tenderuese të tunelit të Llogaras dhe të 7 loteve të Unazës së Madhe të Tiranës. Ndërsa ky është rasti i parë në të cilin një zyrtare kaq e lartë e qeverisë, që përballet me akuza penale nga SPAK, gëzon mbrojtje të hapur nga kryeministri.